Specialist për hetimin e krimeve në Policinë Pogradec referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin GF 45 vjeç banues në Pogradec për veprën penale ndërtimi i paligjshëm, si dhe shtetasin AF 54 vjeç banues në Pogradec për veprën penale shkatërrimi pronës nga pakujdesia, pasi dyshohet se GF në fshatin Podgozhan në Pogradec ka kryer punime ndërtimi në tejkalim të lejes që disponon, ndërsa AF duke drejtuar një mjet kamioni i cili ka pësuar defekt ka dëmtuar murin e banesës së një shtetasi në këtë fshat. Me datë 17 prill 2026 në Policinë Devol ka bërë kallëzim shtetësi AH me detyrë punonjëse sociale në Bashkinë Devol, e cila ka kallëzuar se para 20 ditësh është larguar nga banesa ku bashkia kishte strehuar shtetasin H, 26 vjeç, banues në Bilisht, i cili vua nga sëmundjet shëndetit mendor. Policia po punon për gjetjen e tij. Specialist sektori qarkullimit rrugor arrestuan flagrant shtetasin A, 63 vjeç, banues në Vashtami në Maliq, pasi në qytetin e Korçës ai u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialist për hetimin e krimeve në Policinë Korçë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin i T, 37 vjeç, banues në Korçë, pasi dyshohet se i ka marrë një shumë parash një shtetaseje dhe nuk ja ka kthyer duke mashtruar. Po punohet për kapjen e 37 vjeçarit nga ana e policisë.